tick, tick, boom. Mirëmbrëma gjithëve. Me se të dashur miq në Ferma VIP 2. Ja ku jemi së bashku edhe këtë mbrëmje. Takohemi në këtë fillim jave për të diskutuar rreth realitetit ku jetojnë 10 personazhet tanë që mbajnë titullin Fermer. Realitet që na ka mbërthyer të gjithë 24 orë në 7 pas ekranit apo jo? Dhe në fakt, kur përvojat ndajnë, lidhjet bën edhe më të forta. E se në çdo takim tonin, prioriteti ynë do të mbes respektimi i rrugtimit të gjithë secilit prej tyre, normalisht. Unë dua të kthej syt nga ata që i kam në sken të mbushur plot në fakt, por më mbrëma njerëz sa e bukur Zhaku. Ti e përgjithë vërtet. Sa po formulova një fjali interesante, doja me thënë me buzë të kuqe, thash me kuq të buze. Më mbrëma Castro. Më mbrëma Luan. Pa kuq të buze. Sot jo. Ja, po ju direkt po desha. Jo, Zhaku, mos ma bëj direkt. Tani, a është sonte një mood pak i frangët? Një mood, me dë në fund, jo me të në fund. Jo, pse me do. Jo, nuk e ndjen vetëm unë. Atëherë keni një të tyrë që muat më ktheni moodin me të... Çfarë moodi ka sot the? E thash një herë tani. Moodi është i E do me shkëlqyer. shkë, e do me Më i të në mirë se fund. Ti e keni ju moodin sonte. O, fjala në gjithë, të thotë gjendja, Luana, gjendja. Me dë në fund, me të me dy o. Okej, mi mbrëma Alba, Danela, Casey dhe Nur. Mi mbrëma. Për ju që nuk e dini dhe për mua që vdes t'i them të gjitha gjërat në ekran se ju dhe unë jemi një, gocat erdhen pak para se unë të futesha në sken. Domethënë nuk pushtia do të kryan kamerat se vini njëra pas tjetrës. Një duar të kitje për teknikën dhe regjisorin tonë që nuk e tregoj këtë me kamera, por e tregova unë. Edhe Castro, edhe Se me Castro. vones? Unë fakt isha e para këtu bashkë me David. këtu. Ku ishit? Unë me Nurin erdhëm të fund. Ti Nur erdhe me njërë nga ande, nga Dubai? Jo, isha këtu. A ishe Tema këtu? nga Dubai, në tjetë. Okej, bukur. Si kanë qenë këto ditë për ju, si po e shihoni eksperiencën pas fermës? Fantastika. Fantastike? Je sigurt? E sigurt? Okej. Adrenalina. Atje brenda na mungon të rutina. Tani jashtë që dolëm rutina është bërë e lodhshme, të ishim dhe njerë në shtëpi, sa ishim rahat. Danela Pak thonë pulpo. që gocat kur presin flokët, duan një ndryshim në jetën e tyre. A është kjo situata jote? Është. E ka marrë komandën në dorë tani. Bukur fare. Timoni në dorë dhe përpara. Çfarë do ndodhë sonte, gjatë mbrëmjes do të zhvillohet formula, siç e dini, dhe pas çdo formule hapet një televotim për eliminim. Do të prekim një temë shumë të rëndësishme për gratë dhe vajzat. E kryefermerja nga ana tjetër do të përballet me një zgjedhje të vështirë, siç edhe të gjithë ata do të gëzohen shumë kur të mësojnë se sonte do të lançohet projekti i tyre muzikor, një super hit. I preka pak nga gjitha super temat e rëndësishme që kemi sonte, por mbrëmja është e gjatë, ju e dini, jeni mësuar tashmë me ne. Kështu që unë them që është momenti për t'i takuar ata, për t'i parë sa të bukur janë bërë, çfarë kanë veshur, a janë në të njëjtin gjendje me mua, sistemova. Apo jo.